Krejt njerëzit dalin para Allah, ama nuk dalin njëjtë. Nuk sillet Allahu njëjtë me ata dhe me ata me të gjithë njëjtë. E sa i përket atyre të cilët kanë thënë la ilaha illallah, kanë besuar Zotin hak, kanë qëndruar në tauhid, tauhidin e kanë pas të shëndosh, nuk i kanë bërë zotit e tyre shirk, nuk i kanë bërë zotit e tyre kufër, e pastaj kanë vepruar vepra të mira me gjymtyr, duke i kryer farzat e Allahut, urdhrat e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Të atilët Allahu azza wa jall i fut në rahmetin e vet, i fut në xhenetin e vet. Ata të cilët kanë besuar Zotin hak, kanë thënë la ilaha illallah. Krejt njerëzit dalin para Allahut, ama nuk dalin njëjtë. Nuk sillet Allahu njëjtë me ata dhe me ata me të gjithë njëjtë. Në këtë dynja Allahu i trajton njerëzit ndryshe. I miri me të keqin nuk dallohen para ligjeve të Allahut azza wa jall. Nuk i përjashton nga mëshira e tij në këtë dynja, në punë të dynjas, fjalë. Ndërsa në botën tjetër çështjet ndryshojnë. Për atë Allahu po thotë, e sa i përket atyre të cilët kanë thënë la ilaha illallah, kanë besuar Zotin hak, kanë qëndruar në tauhid, tauhidin e kanë pas të shëndosh, nuk i kanë bërë zotit e tyre shirk, nuk i kanë bërë zotit e tyre kufër, u amilu salihati, kjo nga çështja e zemrës, e bindjes, e pastaj kanë vepruar vepra të mira me gjymtyr, duke i kryer farzat e Allahut, urdhrat e Allahut, urdhrat e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke ju distancuar e shmangur harameve, ndalesave të Allahut, ndalesave të pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atyre të cilët kanë besuar hak, kanë punuar vepra të mira të shëndosha me devotshmëri e me përkushtim. Kanë jetuar me fjalën la ilaha illallah. Feyudkhiluhum rabbuhum fi rahmetihi. Të atilët apo ata Allahu azza wa jall i fut në rahmetin e vet, i përfshin në rahmetin e vet. Në rahmetin e vet. Kuptimi ngushtë i rahmetit të Allahut këtu është i fut në xhenetin e vet. I fut në xhenet, fi rahmetihi, në rahmetin e tij, në xhenetin e tij. E ka quajtur Allahu xhenetin rahmet, sepse në xhenet zbret rahmeti Allahut. E ka quajtur xhenetin rahmet, sepse ai vërtet është rahmeti Allahut. Dhe Allahu kështu e ka emërtuar.